Shikues të nderuar, ja ku rikthyem në studio për të vijuar tashmë me temën dhe të ftuarin për këtë mëngjes. Me neve këtë mëngjes kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi udhëheqësin e Muzeut të Ulqinit, Gazmend Kovaçi, për të folur për fillimin e sezonit dhe përgatitjen e muzeut për pritjen e turistëve. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët dhe na tregoni edhe një herë si po fillon ky sezon turistik dhe si e shihnin nga ana që ju punoni në muzeu, si është duke qenë kjo periudhë? Po është si çdo herë ajo periudha përgatitore dhe periudha ku diskutohet si do të jetë sezoni apo si do të jenë vizitorët apo si ka qenë vjetë dhe si mund të jetë si vjetë dhe si kanë qenë planifikimet gjatë vitit kaluar dhe si mund të jenë ato të si vjeçmet, po normal se çdo herë pavarësisht se nuk vrehen shumë si tu shto angazhimet, po i gjithë komuniteti Ulqinit, mi fjalë qyteti Ulqinit, dhe më thane planifikan edhe krijen me hapat nga dalta një avancim të punës edhe planifikimit, por pavarësisht se duhet jetë shumë i konsoliduar në përgjithësi, por që me hapa të vogle normal se çdo sezon Ulqini edhe avancon me të gjithë kapacitetet e tija turistike, e kjo ndikon edhe në muze pastaj, edhe ne si muze pastaj edhe planifikojmë, do të thotë që në kushtet edhe që parashihen, të jemi të përgatitur edhe muzeu është në atë fazën që do të hapen të gjitha pavionet, do të thotë në javën që vjen edhe do të vihet në funksion javën që vjen edhe bëhet edhe ndryshimi, do të thotë për hapjen e sezonit. Cilat janë bërë ato përgatitje për hapjen e sezonit turistik për këtë vit? Po, është vendosja në kapacitet të plot të gjithë ambienteve dhe hapësirave të muzeut, dhe kjo është pastaj do të bëjë edhe strukturimin e çmimeve, meqense kanë qenë to pavionet e pa vendosura në funksion, atëherë çmimi ka vazhduar të jetë me €1, kurse tani duhet të bëhet kalimi në një çmimore e cila në vlerën e saj të biletës unike të shkojnë në €5, pastaj në grupacionet e veçanta mund të jetë me ulta në €1, por në qoftë se mirret e gjithë shërbimet e informacionit që janë në muze, atëherë në qoftë se mirret hyrja me të gjithë shërbimet që janë, atëherë duhet të paguhet €12 hyrja në muze. E dim që 2 vitet e fundit muzeu ka bërë edhe disa restaurime në të. A janë përfunduar këto dhe a është i gatshëm për të pres turist? Po, tani janë përfunduar të gjitha ato që kanë qenë planifikume, padyshim se disa projekte të cilat janë në vazhdim dhe kanë qenë financimi komunes mund të vazhdojnë dhe duhet të vazhdojnë vazhdimisht, por që të gjitha pavionet janë përfunduar dhe do të bëhet të gjithë hapja të gjitha pavioneve ku është investuar. A keni ndoshta edhe ndonjë plan më ndryshe për këtë sezon turistik, ndonjë aktivitet që turistët edhe që na ndjekin edhe nga jashtë kanë të kenë interesim për të ardhur dhe vizituar? Po, është planifiku që të jenë afërsisht 14 ditë nga 1 janari, po marrim tani si planifikim pune se pavarësisht se jemi në muajin qershor, po si është bërë, sepse realisht hapja sezonit si duhet planifikosh 2-3 muaj përpara që si duhet jetë, të është nga 1 janari, është vendosur që 14 ditë të shënohen ditë ndërkombëtare me tema shumë të rëndësishme për atë që quhet komuniteti muzeve, por edhe shoqërinë në përgjithësi, edhe këto 14 ditë do të jenë 14 ditë ku do të punojë muzeu pa pagesë. Edhe kjo është do të thotë ka fillu me shënimin e aktivitetit e ditës ndërkombëtare të muzeut apo natës së muzeut, meqense i ka të dyja emërtimet ekuivalente. Dita ndërkombëtare e muzeut, e cila shënohet me 18 maj, dhe tema e vendosur nga Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve për këtë vit ka qenë muzet në shoqëri që ndryshojnë me shpejtësi, edhe është dashur që të gjithë muzet në nivel global të trajtojnë pikërisht këtë si mund të jetë do të thotë përgatitja e muzeve për të pritur vizitor, por në një realitet ku shoqëritë ndryshojnë me shpejtësi edhe kriteriumet apo kërkesat e vizitorëve ndikojnë me shpejtësi. Pastaj pas 18 majit kur ishte fjala të aktivitetet se si duhet të jetë organizuar, atëherë është
planifiku që të shënohen të gjitha ato që lidhen me perspektiven e vendeve dhe do të shënohet dita e ujrave, dita ndërkombëtare e ujrave, ku Ulqini është një pasuri e madhe ujore ku duhet të jemi të koncentruar ta njohim dhe ta studiojmë sa më shumë hapësirën ujore e cila na rrethon. Pastaj do të jetë edhe dita ndërkombëtare e liçejve, do të jetë dita ndërkombëtare e tokës, meqense Ulqini në paralelit dhe meridianit ku është do të thotë ka krijuar këtë trashëgimi kulturor dhe dita e natyrës edhe tokës do të interpretohet në muze në aspektin e potencialit natyror që ka kriju këtë trashëgimi kulturore. Edhe në këtë formë të shënohen plotësisht gjatë gjithë vitit 14 ditë të nivelit ndërkombëtar, të cilat do të jenë edhe ditë pa pagesë të muzeut, meqense ditët e punës pa pagesë do të thotë gjatë vitit është planifikuar të ketë 14 ditë, kjo ndikon është forma më e mirë e marketingut, ku vizitorët vizitojnë në mënyrë plotësisht të lirë pa pagesa, në mënyrë që të dëgjojnë temat që përcaktohen, edhe në mënyrë që të bëhet kjo, si thosh, janë tërë koncepte, por unë po ndalim te masovizimi i prezencës së njerëzve në muze. Po. Më trego sa është edhe e rëndësishme bashkëpunimi me institucionet lokale apo dhe organizatat turistike për të promovuar muzen dhe kalan e Ulqinit? Po kjo është ajo që është shumë e rëndësishme, sidomos në nivel lokal dhe duhet rritet rrjetat gjë në nivelin ndërkombëtar, sepse por sidomos me institucionet lokale siç është Komuna Ulqini, siç është organizata turistike, siç janë agjencitë turistike të Ulqinit, edhe siç janë të gjitha kapacitetet turistike, hoteliere apo sido që janë të organizuar me akomodimet, është shumë e nevojshme të ketë bashkëpunim. Normal që ka gjithmonë vullnet, ka gjithmonë planifikim, por duhet bëhet shumë sepse nuk jemi në fazën më të mirë të intensitetit të këtyre bashkëpunimeve, në kuptimin se këto mbaren edhe përmes planifikimeve që bën secili institucion, por që kjo që folon të 14 ditë shënime është komplet ndihmon në rritjen e bashkëpunimit, me qenë se në ditët pa pagesë të Ulqinit është vendosur, Muzeut të Ulqinit është vendosur edhe dita Ulqinit, ku trajtohet tema për ditën e Ulqinit edhe prezentohen aktivitetet që organizohen në ditën e Ulqinit, që do të thotë që të kënë një informacion më të gjerë ndaj këtij vendi. Po, të premtet e shtunën të ditën, të thotë se vikendi pari të prillit që është kjo që shënohet dita Ulqinit, atëherë aty duhet planifikime që muzeu të punoj pa pagesë për të sjell edhe vizitorët që shënojnë këtë ditë në muze, por edhe ato që vinë në muze të bëhet e ditur aktivitetet që bëhen ditën Ulqinit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme se nëse bashkëpunohet në këtë formë, atëherë vizitorët arrin të marrin informacionin e duhur në mënyrë që të mos kalojnë aktivitete pa u kuptuar, dhe sa më shumë që punohet nderinstitucionalisht, atëherë rritet cilësia e aktiviteteve, por edhe bëhet prezantimi më i mirë. Ka shumë punë për të bërë, po që është një vullnet i cili ekziston edhe ka elemente që është duke funksionuar. Me hapjen e sezonit, tashmë mund të themi që jemi në prag të tij dhe në fillim të sezonit turistik. Nga cilat vende më tepër keni rastisur që vinë vizitor për të vizituar edhe kalan e Ulqinit, por edhe muzeun? Po tani këto në këtë kohë ka vazhdimisht vizitor nga gjithë vendet evropiane, pothuajse nga gjithë vendet evropiane, po kuptohet që Evropa qendrore është shumë më prezente, edhe kuptohet që vendet e rajonit janë shumë prezente në Ulqin, dhe këto statistika tani që eksakt se për cilit vend mund tjetë, normal që po duhem të flasim me shifra më konkrete, pastaj është ajo që publikon organizata turistike se si është përbamja e vizitorëve të cilët regjistrohen për akomodim në Ulqin, edhe padyshim se është e njëjta strukturë, do të thotë vendeve nga vinë vizitorët, sepse struktura përmbajtje se vendeve për nga vinë njerëzit në Ulqin, ajo është struktura që vihet edhe në muze, kështu që statistikat e qendrës e kësaj organizatës turistike është edhe ajo si e kemi vrejtur edhe ne gjatë punës në muze, është plotësisht e njëjta strukturë që ka vizitor Ulqini.
Çfarë rëndësie ka edhe kalaja e Ulqinit, por edhe muzeu për të gjithë këto vizitorë? Çfarë i shtyn ato më tepër që të dinë për këtë vend, për kalan shekullore, për muzeun, për gjërat që janë brenda aty? Po ka vizitorë të cilët janë me një vizion të profesionalizumën ose të profilizumën i cili interesohet për i temë të caktuar. Por përej mendimit tim si drejtues, në pozitën e drejtuesit dhe por prej mendimit tim prej aq sa është misioni i muzeut edhe aq sa është interesimi i konceptit të turistit, në qoftë se tash i duhet flasim se si është në një mënyrë profesionale e trajtuar në literaturë dëshirat e turistave dhe si është misioni i muzeologjisë. Ne duhet marrim dhe duhet punojmë që roli i muzeut fillimisht të jetë aktualiteti. Edhe në muze turistat të marrin informacionin e aktualitetit që do të thotë të marrin informacion për komplet atë se si organizohet jeta në qytetin e Ulqinit, cilat janë vendet më atraktive, qofshin turistike të mirëfill të atraksioni apo të trashëgimisë kulturore, sepse janë të lidhura të dyja. Dhe kjo është ajo që duhet të punohet shumë më tepër, se nëse shkojmë në një qytet, e para punës ne intereson si ta kalojmë ditën në atë qytet, me atë çka është atraksioni trashëgimisë dhe atë çka është për të rahatu, për të rahatu, për të pirë një kafe, për ngrënë një ushqim mirë dhe për të vizituar ato vende të trashëgimisë kulturore që janë më simbolike, por edhe më të mira për të vizitu. Kjo është aktualiteti. Pastaj pjesa e historisë, e cila pastaj rrjedha historike, duhet të vihet po kështu në funksion të këtij realiteti, sepse nëse shkojmë në një qytet kudo që shkojmë, angazhimi i secilit neve kur shkojmë është si duhet organizohet jeta edhe si duhet marrë informacion për qytetin. Pastaj sa kemi informacion edhe për të kaluar mija vjeçare të atij vendi dhe të atij qyteti. Këtu duhet të punohet që të krijohet një agjendë e mirëfill turistike, edhe kjo është ajo që vizitori kur vjen në muze realisht vjen për të njohur aktualitetin e Ulqinit. Kurse aspekti historik i Ulqinit është shumë i rëndësishëm sepse nëse kryhet kjo me sukses, atë informacioni që japin për lartësinë e Ulqinit dhe për historinë e Ulqinit që është rrallë e veçantë dhe dukshme dhe shumë e nevojshme të njihet në gjithë Adriatikun, atëherën është të kompletuar me gjithë informacioni edhe turisti del komplet i kompletuar edhe për rrjedhën historike, por edhe cili do të jetë destinacioni pasi del pi muzeut. Kjo është e njëjtë, duhet të jetë aq sa mundemi, për shembull në hotele, edhe në restorane, edhe në të gjitha vendet ku ka takim turisti, me qenë se edhe në recepcion kur ulet bën tre informacione, nga është për të shku këtu, ose nga është për të shku aty, ose pyet tre informacione bazë që i ka. Organizimi i aktualitetit që të lëvizet në mënyrë të qartë në qytet, që të vihet deri te muzeu, nëse është piku vjen destinacioni të akomodimi, por edhe kur del nga muzeu, vendet që ka synim destinimin, duhet jemi të organizuar që të kemi informacion të saktë, shenja sinjalistike të sakta dhe harta të sakta, do të thotë edhe informacion të saktë që të interpretohet dhe të kuptohet si duhet. Kjo është ajo që duhet vazhdimisht punohet. Çfarë ka ndryshuar në muzeun e Ulqinit për këtë sezon? Janë oraret e punës të njëjta, çmimorja e njëjtë, si qëndron kjo pjesë? Tashti, edhe kjo javë shkon me €1, edhe pastaj vehet çmimet si thash, sipas kategorive, do të jetë kategoria për të rritur e cila do të marrë edhe audio, udhëfysin audio, do të thotë aparaturën që me numër, me qenë artefaktet kanë numrat edhe me numër në aparatin që e ke në dorë, ke në mënyrë tekstuale, do të thotë interpretimin për te. Nëse hyhet vizitori hyn si individ edhe merr edhe këtë, do të jetë çmimi €5. Nëse të rriturit do të marrin pa udhëfysin audio, atëherë është €4, për grupe duhet jetë, kemi planifikuar të jetë €3.5, do të thotë nga 10 persona e me tepër, pastaj janë studentit edhe nxënësit të cilët është
planifikuar tjetë për me €1, kurse fëmijët në moshën 11 vjeçare pa pagesë, pastaj banorët e Ulqinit pa pagesë, edhe punojësit e sektoreve të trashëgimisë kulturore, sektorit të këtyre udhëheqësive turistik, udhëheqësive turistik që vinë në muze dhe delegacioneve zyrtare pa pagesë. Do të sektori trashëgimisë, udhëheqësi turistik dhe delegacione zyrtare pa pagesë, është edhe kategoria për personat me aftësi të kufizuar ose me nevoja në zhvillim, të cilat do të jenë pa pagesë, edhe është bërë edhe kategoria për pensionistët, do të thotë moshat të resh, të cilat do të kenë zbritje në çmim, në mënyrë që të mbas statistika e plot, këtu rezultojnë të kemi 14 bileta të shtypura për secilën kategori, sepse numri i serisë të cilës kategori pastaj jep statistiken për secilën kategori. Kjo është propozimi që është bërë për çmimin që do të vihet gjatë sezonit. E dim që çdo sezon veror, muzeu njihet edhe më shumë me skenën verore për të gjithë ato turistë nga Kosova, nga vende të ndryshme. E dim që edhe është herët ndoshta të flasim për këtë pjesë, por është menduar se kur do të bëhet dhe si do të jetë? Po, skena verore është një prej temave që diskutohet edhe vizitorët pyesin për skenën verore. Edhe në muze do të thotë pyeste se kur fillon skena verore, cili është programi për skenën verore. Do të thotë është një interesim. Është një interesim për te. Ajo se si ka shku gjithmonë organizimi i skenës verore është se duke qenë në kompetencat e qendrës për kulturë, e cila ka 3 njësi punuese, do të thotë qendra për kulturë ka shtëpinë e kulturës, njësi organizative e cila organizohet në ambientet e sallës, së koncerteve, bibliotekën edhe muzein. Por që gjithmonë ka kaluar në kompetencat e drejtuesve të qendrës për kulturë, edhe muzeu pastaj kuptohet si një vend ose si një skenë ku vetëm vinë jepen shfaqjet edhe si thush nuk është i kyçur asnjëherë në këto plan programet për zgjedhjet edhe si thush vizionin për skenën verore. Edhe duke qenë se është vërë një tradit, unë kam aty që punoj në muze që nga viti 2005, si punoj si muzeu që jam që nga viti 2005. Tash 20 vite. Po, edhe si to që ka qenë edhe drejtuesi i muzeut, po Qendra për Kulturë nuk e ka marrë asnjëherë si tush kështu në konsiderat të stafin për të participu në programin edhe vizionin, bile shpesh kemi pasur edhe debata edhe ballafaqime gjatë tyre 20 vite që jam në muze. Kemi pasur debata edhe ballafaqime edhe me formën e reklamet që bëhet brenda, sepse ne si staf aty pastaj edhe me tepër pastaj barra mbi mua si udhëheq, me formën se si vihen edhe panot kemi diskutime sepse planifikohen në qendër për kulturë panot. Ato kur vinë pastaj të vendosen në muze nuk janë planifikuar për vendin që të vihen në muze, kapën pastaj bëhen zgjidhje në vend, po krijojnë pastaj edhe pamje jo të hijshme, adekuate për të. Kështu që interesimi edhe adresa për skenën verore është gjithmonë muzeu dhe vizitorët janë shumë të interesuar sepse bën përshtypje të mirë me programin, vizitorët kalojnë shumë mirë, krijohet atmosferë shumë e mirë në muze, po për detalet edhe tjera të qendra për kulturë e cila vendos, pavarësisht se gjithë pesha na bjen bine sepse organizohet aty dhe duhet ta kemi. Është shumë mirë që përmendet skenën verore sepse duhet të kujdesemi që të bëhet sa më mirë, bëhet një sa më të konsoliduar sepse është një prej eventeve që krijon një atmosferë shumë të mirë në gjithë ambientin e kalas. Patjetër, edhe turistët janë mjaft të interesuar dhe mbaj mend sepse çdo vit mbahet dhe krijon një atmosferë të paharrueshme për të gjithë turistët, patjetër që vizitojnë Kalan e Ulqinit. Gëzmend, unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit, ku edhe bashkë biseduam për fillimin e sezonit turistik në Muzeun e Ulqinit dhe si po shkojnë përgatitjet për të hapur muzeun dhe sezonin për këtë vit 2025. Faleminderit edhe një herë. Edhe ju falenderoj shumë.